Numri i personave që përdorin lëndë narkotike për fat të keq është duke u rritur çdo vit më shumë. Bashkë me numrin, ulet edhe mosha e personave që e përdorin lëndën narkotike. Pacientët që paraqiten në repartin e psikiatrisë që kërkojnë ndihmë për shërim nga lëndët narkotike çdo vit më shumë rritet. Specialisti i psikiatrisë në Spitalin Klinik të Tetovës, Imran Mehmeti, thotë se mosha ku fillojnë që të përdorin lëndë narkotike janë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Për fatkeqësisht, është se substancat narkotike tash fillojnë të përdoren nga mosha fëmijërore, që do të thotë nxënësit e shkollave fillore. Mosha në të cilën fillojnë përdoruesit dhe shfrytëzuesit e drogave apo substancave psikoaktive, ndër vite shkon në një moshë më të ulët, që do thotë se fillojnë në moshën fëmijërore apo në gjatë periudhës së shkollës së mesme dhe shkollës fillore. Numri i fëmijëve që përdorin substanca psikoaktive më së shpeshti ndodh në moshat e reja, që do thotë prej shkollës fillore, ndërsa më vonë paraqitet edhe si një problem psikosocial i cili ka një ndikim shumë të madh si në jetën e përditshme të vetë shfrytëzuesve, po edhe familjes, me atë edhe të komunitetit ku jetojnë. Ndërkaq sektori për punë të brendshme Tetov gjatë vitit 2025 ka sekuestruar 89.3 kg marijuanë dhe 155.5 gram kokainë, ndërsa në vitin 2024 SPB Tetov ka sekuestruar vetëm 347 gram marijuanë. Nga SPB Tetov thonë se gjatë vitit 2025 janë kryer gjithsej 2084 vepra penale, prej të cilave në stacionin policor Tetov janë regjistruar 1356 vepra, rritje prej 11%, ndërsa në Gostivar janë regjistruar 692 vepra, ulje prej 8%. Janë gjetur edhe konfiskuar lloje të ndryshme të substancave narkotike. Gjatë këtij viti në mënyrë permanente dhe të intensifikuar, sektori për punë të brendshme Tetov pra punon në zbardhjen e të gjitha rasteve të cilat kanë mbendur pa parashtesa përkatëse dhe deri në Prokurorinë Themelore Publike do të dërgoj parashtesa përkatëse dhe gjithashtu punon në luftën kundër krimit organizuar, luftën kundër krimit klasik dhe kundër tregtisë së palejuar me drogë dhe armë. Profesori universitar Imran Mehmeti thotë se ka edhe një numër të madh të personave që kërkojnë ndihmë për shërim nga varësia nga lëndët narkotike, por problemi më i madh nuk është shërimi, por numri i shtuar i personave që përdorin substanca narkotike, pasi kjo ndikon edhe në aspektin psikosocial dhe në aspektin financiar dhe familjar.